Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Konsumoni mandarina çdo ditë dhe nuk do ta besoni se çfarë ndodh trupit tuaj. Shumë njerëz janë të vetëdijshëm rastësisht për përfitimet e ngrënies së mandarinave, por shumë pak e kuptojnë vlerën e saj ekstreme ushqyese. Mandarinat janë të mbushura me antioksidantë të cilët munden që të ndihmojnë në luftimin e radikaleve të lira përgjegjës për formimin e sëmundjes dhe plagjen e parakohshme. Ato janë një burim i shkëlqyer i vitaminave A dhe C, si edhe hekurit, kaliumit, folatit, fibrave dhe flavonoidëve. Mbështet një sistem të shëndetshëm tretës. Karakteristikat antioksiduese pa fibra dhe gluten të një mandarine e bëjnë frutin të tretet më lehtë. Konsumimi në mënyrë të rregullt mundet gjithashtu të ndihmojë ndonjëherë kapsllokun dhe fryrjen. Inkurajon detoksin. Si të gjitha frutat e tjera agrume, mandarina ka shumë alkalin, gjë që e bën këtë frut shumë detoksikues. Karakteristikat alkaline të mandarinës munden gjithashtu që të ndihmojnë në pastrimin e trupit nga toksinat e grumbulluara. Mbështet një zemër tepër të shëndetshme. Mandarina është një ushqim mjaft i shëndetshëm për zemrën. Flavonoidët dhe përbërjet antioksiduese munden që të ndihmojnë për të shpejtuar qarkullimin dhe për të mbajtur arterjet të pastra nga pllakat e dëmshme. Mandarina gjithashtu mundet që të ulë stresin në mënyrë natyrale. Mandarina mund të ndihmojë në parandalimin e ndjenjave negative të stresit dhe të ankthit, duke prodhuar neurotransmetues të cilët ndihmojnë në qetësimin e nervave dhe gjithashtu ndjenjave negative, stresi dhe ankthit duke prodhuar neurotransmetues të cilët ndihmojnë në qetësimin e nervave dhe inkurajojnë një gjendje të mirë shpirtërore të vazhdueshme. Nga ana tjetër, lëngu i mandarinave ka po ashtu aq vlera të rëndësishme sa edhe vetë fruti. Kjo është pikërisht stina e mandarinave ku ky frut i shijshëm, pak më i vogël se portokalli, mund të hahet në formën e tij të plot ose të shtrydhet. Lëngu i mandarinës është njëkohësisht shumë i freskët dhe tepër hidratues. Mandarinat kanë një nivel të lartë të limonenës e cila ka vlera të mëdha. Ajo është një antioksidant tepër i fuqishëm i pasur me vitaminë C, ndaj mandarina duhet konsumuar rregullisht. Ka një sër studimesh mbi vlerat e mandarinës dhe shkencëtarët janë akoma të marrosur prej saj. Gjithashtu ju duhet të dini se mandarina mban nën kontroll nivelin e kolesterolit. Antioksidantët të cilët gjenden tek mandarina ulin kolesterolin e keq dhe rrisin atë të mirin në organizëm. Lëngu i mandarinës lufton radikalet e lira në trup të cilat shkaktojnë kolesterolin e keq i cili ngjitet tek arteriet kryesore të trupit dhe shkakton mjaft probleme. Mandarina gjithashtu është një frut i pasur me fibër dhe si rrjedhoj të bën të ndihesh me stomakun plot dhe të ngopur për një kohë edhe më të gjatë. Nëse keni këtë ndjesi, atëherë ju nuk do të fokusoheni tek ushqimi gjatë gjithë kohës, gjë që do t'ju bëjë të bini në peshë. Nëse konsumoni lëng mandarine, do të bini nga pesha shumë shpejt. Rregullon gjithashtu tensionin e gjakut. Nëse ju konsumoni lëng mandarine rregullisht, tensioni juaj i gjakut do të jetë më e ekuilibruar. Mandarina është e pasur edhe me minerale si kaliumi, të cilat ndihmojnë edhe në uljen e tensionit të gjakut. Këto minerale gjithashtu e bëjnë gjakun tuaj të qarkullojë pa pengesa në organizëm. Forcon imunitetin. Vitamina C tek mandarina ndihmon që ju të luftoni të ftohtin dhe gripin dhe të keni më shumë imunitet. Gjithashtu ajo ndihmon edhe në largimin e toksinave dhe në pastrimin e trupit.
të vjella dhe çrregullimet në stomak munden që të kurohen nga lëngu i mandarinës në qoftë se do të konsumohen rregullisht. Si të përgatisni lëngun e mandarinës? Qëroni 4 mandarina, hiqani farat, përdorni një mikser dhe përzieni mandarinat. Mos e filtroni lëngun, shtoni mente dhe akull sipas dëshirës. Lëngu i mandarinës për një lëkurë tepër të shëndetshme. Vitamina C e pranishme tek mandarina e bën lëkurën tuaj tepër të shëndetshme. Ajo përmirëson tonalitetin e saj dhe e bën lëkurën tuaj që të duket shumë herë më e re, pa rrudha dhe gjithashtu pa njolla. Mandarinën ju mundet që ta aplikoni edhe së jashtme në lëkurë ose ta hani në mënyrë që të merrni nga përfitimet e saj të plota. Shtrydheni lëngun e mandarinës dhe më pas përdorni një pambuk për të shpërndarë lëngun në lëkurën tuaj. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se lëngu i mandarinës e mbron lëkurën tuaj edhe nga rrezet e dëmshme ultraviolet. Lëngu i mandarinës njëkohësisht shërben edhe kundër pllakave në arterje, si edhe mundet që të ndihmojë në prodhimin e qelizave të reja të gjakut. Vaji i mandarinës i cili nxirret nga fruti shëron dhe fuqizon prodhimin e këtyre qelizave të reja. Ky vaj mund të aplikohet në plagë apo në çarjet e lëkurës. Lëngu i mandarinës për flok të shëndetshëm. Lëngu i mandarinës mundet që të aplikohet edhe në flok, ndaj vlerat e mëdha antioksiduese e mbrojnë lëkurën e kokës nga ndotja dhe nga radikalet e lira. Rrjedhimisht ju nuk do të përballeni me zbokth ose me rënien e tyre. Shtrydhni lëngun e mandarinës në vajin e flokëve që përdorni zakonisht. Lyeni kokën dhe mbajini për 20 minuta dhe më pas lajeni atë. Flokët do të marrin shkëlqimin dhe njëkohësisht volumin e munguar. Vitamina E dhe vitamina B12 të ndihmojnë në rritjen e flokëve, por njëkohësisht ato do të luftojnë edhe thinjat. Sipas ekspertëve, nëse konsumoni mandarina çdo ditë, duhet të dini se do të keni më shumë energji në muajt e ftohtë të dimrit. Ato sjellin minerale aleate në mirë funksionimin e sistemit ton nervor. Ato janë gjithashtu të pasura me kalium dhe me magnez. Përveç kësaj, ato sigurojnë vitaminën B, përfshirë vitaminën B1, B3, B6 dhe njëkohësisht B9, të cilat janë tepër të dobishme për të luftuar lodhjen mendore dhe për të marrë energji. Do të dukeni më të rinj. Mandarinat kanë veti të mira kundër plagjes. Ato janë një burim mjaft i mirë i antioksidantëve. Ato gjithashtu janë edhe të pasura me vitaminën C, të dobishme për prodhimin e kolagjenit, proteine e cila është e përbërë nga lëkura, kockat, tendinat, muskujt edhe thonjt. Fal veprimit të saj kundër plagjes, bllokon veprimin e dëmshëm të radikaleve të lirë dhe gjithashtu kundërvepron stresin oksidues përgjegjës për plagjen e indeve. Gjithmonë duhet të konsumoni mandarina sepse kështu do të keni më pak toksina në trupin tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji,
E mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.